Sfidanti i Kremlinit Boris Nadezhdin thot se ka mbledhur mjaft firma për të kandiduar si kandidat në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të Rusisë. Ish-këshilltari lokal është bërë i njohur për kritikat e tij relativisht të hapura ndaj Putinit dhe për pushtimin e plotë të Ukrainës nga Rusia. Ai tha se presidenti Putin ishte shkatëruar praktikisht, institucionalisht dhe kryesore të shtetit modern të Rusisë dhe nëse zgjidhet president, detyra e tij e parë do të ishte të jepte fund luftës në Ukrainë. Skena politike e Rusisë është dominuar nga Vladimir Putin që nga viti 2000. Në vitin 2020 u miratua një amendament kushtetues që e lejonte atë të qëndronte në pushtet përtej vitit 2024. Një fitore në mars do ta bënte atë të qëndrojë si president deri në vitin 2030. Pas kësaj, ai mund të shërbejë më pas 6 vjet të tjera deri në vitin 2036 nëse vendos të qëndrojë përsëri.